në kuvendit tash për tash. Mendoj që duhet me pranu se cili që jemi në një situatë e cila do vazhdoj kështu deri në prill të vitit tjetër. Nuk kem... Deri në prill, nuk e përjashtoni. Po, do më thonë... Shtu, me 48 osha. Po. Ti je më optimist se pesimistët. Po, do më thonë, deri në prill të vitit tjetër vazhdojmë kështu. I kalojmë zgjedhjet lokale me një situatë e cila është paka shumë në këtë organizimin ose në këtë konstruktin politik Kosovës që është ankesë arsye akuzë dhe pa përjashtim krejt janë këtu. Krejt janë këtu pa përjashtim? Krejt janë këtu. Edhe ish opozita? Po nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Si ka mbet rrugë tjetër, për shkak se angazhimin politik me gjase kanë në kuadër të kornizimit ligjor dhe metoda e tyre e preferuar është kjo ideja e ligjit dhe kështu kanë qenë gjithmonë. Në vetëvendosje na kemi dalë me metoda tjera, kemi angazhu politikisht dhe kemi gabu. Absolutisht kemi gabu. Duhet me pranu edhe publikisht. Ju sot e pranoni, se ka qenë gabim ato... Kemi gabu, absolutisht kemi gabu. Dhe me thonë prej një themi entuziazmi që mundemi me ndërtu një gjenerat politike e cila është zhvillimin e shë me kapërcime pak ma ndryshe, pak ma progresive, kemi përfundu në këthetrat e një manipulusi klasik, i cili realisht ka instrumentalizu se cilin, i cili është angazhu politikisht në kuadrë të vetëvendosjes. Mund vjen ketë shumë. Albin Kurti e ka instrumentalizu se cilin që është angazhuar në kuadrë televizis vetëvendosjes. Albulena Agjiu, qka është? Tu instrument, se me thonë vegël a e përjeton shumë rënë, nuk e di pse fjalla vegël është shqip. Qka është Albulena? Vetëm kjo, kjo që po e thoni i bie që ka një pushtet shumë madh mbi njerëzit që janë aty. Zoti Kurti ose mbi njerëzit me cilë punon. Çka e jep gjithat fuqi? Po, du të me vetë ata që ka najtë. Du me thonë, ata që janë aty mrena du të me vetë. A keni një shpjegim? Të ke që mrena? Po dhe, dhe unë kom dalë, në momentin që ka dasht me ju në nështru edhe metodës edhe menimit ti, na, zbashku me një 100 aktivista tjeri, na dalë. S'kena najtë, mu në nështru. E këta tjerë të krejt janë në nështru? Krejt janë të në nështru pa përjashtim. Absolutisht pa përjashtim që të gjithë asë njoni menim s'kanë. Absolutisht nuk ka aktivist politik i cili mundet me najtë në një organizat pa menim. Cili o menimin e njonit për të ne. Ama një menim ndryshe me të vendosje në 6 mujtë e fundit. Ja, vërtet është nuk ka si... Pa atëre qka është Ata janë funksionalisht... është organizim politik, është në nështrim. Ama të një mendim ndryshe që është në parti tjetër në Kosovë. Nuk o kjo problemi. Nuk o kjo problemi. E ki pas skandalin e madh të LDK-s mas zgjedhjeve që kanë diskutu, ka dal një Viber mesazh, kemi pas një 10 emisione për me diskutu polemikat në kuadër. Kemi pas polemikat në PDK rreth, a duhet me ime vetëvendosjen, apo duhet me bu, pra në subjekte tjera, me krejt sherët e fajt që i kanë historike aktuale, ka diskutim polemik. Kërkur s'flet kur gjë, pitjerve. Ka, mund të ketë mos pajtime dhe vazhdojnë... E kësha zhvillu tutjet. Pra me nëjë që deri në prill shkojmë, dhe shkojmë deri në prill sepse me një parë zgjedhjen 2 probleme. Zgjedhet problemi i votës për prezident dhe hiqen vijat e kuqe. A mundet kjo që po thënë ju të ndodhë edhe para prillit? Jo. Që të mbahen zgjedhjet pas zgjedhjeve lokale? Jo. Dhe pastaj, kur hiqen vijat e kuqe, si po thoni, dhe votohet, të bëhet ketë marrëveshje edhe për balotazh. Kemi marrëveshje për heqjet vijat e kuqe para zgjedhjeve. Këto kërkojnë kohë, kërkojnë vija, diskutimi të cilat nuk janë formale, nuk janë publike, gjërat që edhe sot ndodhin në përkafet e Prishtinës. Pra, diskutime të natyrave se si duhet më hek të vijat kuqe dhe si duhet me unda... Janë duke ndodhur aktualisht. Gjatë zgjedhjeve lokale, gjatë koalicioneve eventuale. Pas balotajit fillojnë diskutime. Që aty merë logjika e që po thotë edhe Adriatiku që nështë ta më majtë zgjedhjet me njerë ma zgjedhjeve lokale eventualisht. Unë e shoh këtë edhe një, si me thonë kështu, mënyrë një inxhinjering që e bojnë kjo politikë që e ka fatin e skadencës tashmë të kalume, se cili pa përjashtim, këta kanë nevojë për ngjarje.
duhet një ngjarje me prodhu një naracion të ri, e prej atij naracioni me dalë në diskutim. Pra këta nuk janë mjaftueshëm të pjekur